Në gjimnazet e vendit, krahas përgatitjeve për provimet e maturës, po vijojnë edhe seancat të këshillimit për orientimin drejt karrierës. Maturantët e vlerësojnë këtë proces si tepër efektiv, por për ta, veçanërisht i rëndësishëm mbetet komunikimi i vazhdueshëm dhe mbështetja për të ndjekur profesione që lidhen me dëshirat dhe zgjedhjet e tyre personale. Është një le të themi hall kryesor ose një faktor kyç i cili na orienton drejt profesionit që do marrim në drejt të ardhmes. Her pas here kemi bërë takime me ish nxënës tan, specialistë të fushave të ndryshme. Më shumë mendoj unë na ndihmojnë që të gjejmë atë pikën ku ne duam të arrijmë, jo të na ndryshojnë idetë tona. Do të thënë, shohin kërkesat tona dhe na ndihmojnë. Për ekspertët, një këshillues i mirë karriere duhet të ekuilibrojë me kujdes pasionet e të rinjve me realitetin e tregut të punës. Këshillimi i karrierës është vendimtar për karrierën e të gjithëve. Është një shërbim që duhet të funksionojë shumë shëndetshëm në çdo shoqëri. Ka ardhur koha që edhe Shqipëria të ofrojë një shërbim të ngritur cilësisht dhe është një shërbim delikat. Është një shërbim që i dhënë me mungesë profesionalizmi mund të dëmtojë të ardhmen të individit dhe të familjes, por dhe të shoqërisë. Kështu që vëmendje për të formuar mirë specialistët që do ofrojnë shërbimin. Tregu punës do ndryshojë aq shumë dhe në aq formë aq dinamike, saqë nuk ka më profesione të preferuara. Ne duhet shohim, duhet vëmendje maksimale përkundrejt aftësive dhe interesave, pra të japim potencial maksimal individit për atë që ai ka të brendshme, për atë që ai me të vërtetë jep maksimumin e vetes së tij. Ndaj, thekson Kallçiu, është e rëndësishme që strukturat përkatëse të garantojnë cilësi dhe përkushtim në këtë shërbim, në mënyrë që çdo nxënës të ndihet i orientuar, i dëgjuar dhe i motivuar për të ndjekur rrugën që i përshtatet më mirë.